Zotëri, si jeni? Me një pyetje, për sa përket cyberplasjes së Erion Velia dhe Ulsi Manjas. Marrim një rast hipotetik sikur ju do të ishit profesor i Ulsi Manjas dhe Erion Velia i të thonë që do i fus duart në fyt atij katnarit. Si të ndjeheshit ju për rastin e bullizimit të nxënësit tuaj? S'merrem as me njërin as me tjetrin. Me kë merresh? Me veten time. Me veten. Edhe me Zotin. E ke të vështirë apo jo? Me Zotin e mot. Po me veten jo, a? Edhe me veten patjetër. Është një pyetje paksa filozofike, psikologjike. Është kjo përplasje Erion Veliet me Ulsi Manjën. Ju, nëse do të ishit profesor, dhe do të ishte Ulsi Manja do të ishte nxënësi juaj. Dhe Erion Veliet e thonte që ja fus thonë fyt atij katnarit. Si do ndjeheshit ju që të bullizoi nxënësi juaj? Nuk di të them, nuk di. Si do të thotë? Ni profesor më. Je profesor. A jeni profesor? Si jeni profesor? S'ka asnjë si tjetër. Ai ishte Do vjet pilot instruktor. Ah, po majshik se të zbres. Majshik se të zbres. Çfarë televizioni je? Je, po kush? Hajde çime. Jo. E që pilot, domethënë profesor për në ajër, ta mbash në ajër, domethënë është një nga misionet më të vështira. Ne gjithmonë në ajër e kemi, po puna është kur do zbresim. Kur do zbres? Ka frikë Mua? Ka frikë plasë. Ka frikë mua? Jo. Pse ka frikë njerëzit më shirë? Ta si jesh nga puna. Aheng, muzikë, Aheng, po. Allegro, Po. PM po, gjallëri po, turizm po, rini po, Po, pensionit i rriti po. Qa i rritë pensionit trapin, qa i rritë pensionit e më falë për shprejë. Që si ka rritë? Mos më, qa ka rritë pensionit. A i tha këtë radhë ja pi lek invalidve, nuk jo dha. Nuk e dha asë invalidve. I ka man. A, ki popull gënjeta, por gënjet ki popull. Pse gënjemi kaq kollaj, më kjo është një pyetje. Gënjet ki popull, më. Gënjet ki popull me i thes mjell. Na e thonë, ja themi vetës që gënjemi dhe prap gënjemi. Valla, po gënjën të radhë, do i zë Covid-i ropë. Sa ku baroj të thesi mjelli, do i zë Covid-i. Pa nej, mos këta moshe tret, mos të gënje, moshe tret, se është gjina për Zotin. Inshallah, thuj, e me pëdea të radhë, që ndryshoj. Që ndryshoj, të ndryshoj. Do ndryshoj. Çdo gjë të Do ndryshoj. ndryshoj, do të çeli lule që janar. Çdo gjë të ndryshoj. Që janar do të çeli lule. Ha? Yjet nuk do. As nuk të zhduken asy, Zotin ëh. mirë, po kemi shëndetin, po. Na e kapi çike, na kapi çike te Halit Beratin, se na kapi kështu i kong vajtues Halit Beratin, i kështu. I ka ba me klarinet, ëh. Ustajo, se ka Bushi kthej pllakën. Kthej pllakën Bushi. Si mas kohës. Hajde, një çika litin, hajde. Në qatë zemra, si është situata, si është momenti, koha, veni, dhe... Që pa buk të ri vetëm a heng. A heng me legend. A heng me le. Për edhe situatët, ta mos si vaj i këngës Halit Beratit, Kjo është zemra çdo shqiptari që pret se bëhet më mirë, Gjithë trecët shqiptarit, gjithë trecët jaj. Gjithë trecët. Hajde, harren gjithën. Hajde. Nemeshte o porit në nëmoj, i unja qërësi, i falma. Kale zemë, shkoni punoni në Gjermani, në Austri, në Zvicër, si më që bojë Qipri, nomi, theuni. Nemeshte o porit në nëmoj, i unja qërësi, falma. Si vede,
le aty, le. Le aty. Je I poshtë po si ke lon lekët, je I poshtë. Përso, je I poshtë po si ke lon lekët. Le. Ja I merë shiku. Jo, pensioni plakës, e doli lavë, I moj lekët. Po daj plaka, s'ka. Po lemër lekët aty. Alma, nama, nama më syne e si. Do të vitim ledhim bashkë mojtë amla në qershi. I falma, nama, nama më syne e si. Lum të goja. Ju lum goja. Bravo. Po për edhe me çunat. Faleminderit që realisht na zbukuroni Tiranën me punën tuaj. Na je stresin, doj. Na je stresin. Patjetër. Faleminderit shumë nga zemra.